Lagja, hyrja e vjetër, një vend i lodhur nga koha, me ndërtesa të plasaritura shitore që mbylleshin më herët se zakonisht, nuk ishte ndonjë zonë që të tërhiqte vëmendjen e njerëzve të pasur. Ishte vendi ku jetohej nga dita në ditë. Gratë dilnin në balkone me tavat e byrekut. Burrat pinin kafen e ditës dhe fëmijët luanin futboll me topa të vjetruar. Ishte një zonë e harruar nga modernizimi, por e mbushur me histori njerëzore. Pikërisht aty, në periferi të asaj lagjeje, kishte zgjedhur të ndërtonte një nga restorantet e tij, një nga njerëzit më të fuqishëm në qytet. Arden Berati, milioneri i ftohtë, i rept, i frikshëm për shumë. Restoranti i quhej Amantis, emri i nënës së tij të ndjer, një grua të cilën ai e kishte dashur me fanatizëm. Ishte një lokal luksoz në një vend të varfër, një kontrast që të binte në sy menjëherë, por biznesi i tij kishte shkuar gjithmonë përtej logjikës së zakonshme. Ardeni nuk vizitonte shpesh lokalet e tij. Ai i zotëronte ato, por rrallë shfaqej fizikisht. Sot ishte përjashtim, dhe arsyeja ishte e tmerrshme. Ai kishte humbur unazën e nënës, një unazë vjetër ari, me një gur të vogël safiri blu, që s'kishte as vlerën e gjysmës së sendeve të tij luksoze. Por ajo unazë simbolizonte gjithçka që ai kishte ruajtur nga e shkuara. Ishte e para që kishte marrë nga dora e nënës, kur ajo ishte gjallë. E fundit kujtimi i saj, dhe sot zgjendej. Në sallën kryesore të Amantis, stafi rreshtohej ngrirë. Ardeni ecte përpara dhe prapa, duke shtrënguar nofullë. Syt i shkëlqenin nga zemërimi. Kjo gjë është e papranueshme. U lëriti ai. Në këtë lokal hyn vetëm punonjësit e mi dhe klientët e rezervuar me orar. Unaza nuk ka dalë jashtë këtij vendi. Do të thotë që dikush nga ju, ai ndaloi, duke ngritur kokën, më ka vjedhur. Punonjësit ngritën sytë të tmeruar. Në fund të rreshtit qëndronte Elira, një vajzë e re rreth të 25-ve, me flok gështenj të lidhur në një topuz të thjeshtë dhe me uniformën që i varej pak e shlirë. Ishte kamarierja më e heshtur, më punëtore dhe ndoshta më e varfra. Kishte nisur punë vetëm 4 muaj më parë, pasi kishte lënë një nën të sëmurë në shtëpi dhe një vëlla të vogël që ende shkonte në shkollë. S'kishte asnjë arsye të ngatërohej me pronarin e saj, sidomos të vidhej prej tij. Ajo mbante kokën ulur, por zemra e rrite fort sa mendonte se mund ta dëgjonte gjithë salla. Do të kërkohet restoranti centimetër për centimetër, vazhdoi Ardeni. Do kontrolloheni ju, dollapët tuaj, çantat, çdo vend ku mund të futet një send i vogël. Askush nuk foli. Deri atëherë të gjithë jeni të pushuar. Një murmuritje shpërtheu në sallë. Zoti Berati, ju lutem, u përpoq menaxherja, kemi fëmijë, detyrime, qira, s'më intereson, ndërpreu ai. Derisa unaza të gjendet, asnjëri prej jush s'ka pse të vi më këtu. Elira ngriti syt. Atë çast, sytë e saj u kryqëzuan me të tij. Sytë e tij ishin të errët, të ftohtë, por në një cep duke një dhimbje e fshehur, një brishësi që ai përpiqej të mos e tregonte. Ajo donte t'i fliste, t'i thoshte se kishte gabuar duke i dënuar të gjithashtu. Por kush do ta dëgjonte një vajzë si ajo? Kur stafi doli jashtë, njerëzit filluan të grumbulloheshin në rrugicë, duke diskutuar të tronditur. Vetëm Elira qëndroi më gjatë, duke marrë pak gjëra nga dollapi i saj. Kur u kthye për të mbyllur derën, ajo pa një sen që shndriste poshtë radiatorit. Thua se dielli vet kishte rënë mbi të. U përkul, zgjati dorën. Guri i vogël blu vezulloi. Ajo ngriti unazën. Ajo unazë që gjithë stafi u akuzua se e kishte vjedhur. Ajo u dridh. Ishte aq e vogël, aq e thjesht, por e mbushur me peshë. Çfarë duhej të bënte? Ajo mund të shkonte te menaxherja, tek roja, mund të telefononte drejtorinë, por një zë brenda saj i përshpëriti diçka ndryshe. Ai i pushon të gjithë pa asnjë provë. Ai të mori rrogën, bukën. Pse duhet i bësh nder? Por Elira nuk ishte e tillë. Ajo nuk mbante mlef. Ajo besonte se gënjeshtrat s'bënin veç se shtonin problemin. Në një moment vendosmërie, ajo u nis drejt makinës së zezë luksoze që po përgatitej të largohej nga parkimi. Zoti Berati, bërtiti ajo, ai hapi derën i habitur. Kam diçka për t'ju dhënë, tha ajo me zë të dridhur. Shtriu dorën. Kjo është unaza juaj. Ardeni ngriti vetullat, mori unazën dhe e shyrtoi. Fytyra e tij mbeti e ngrirë për një çast. Ai e njihte atë veshje të veçantë të gërvishtjeve. E njihte atë shndritje. Ku e gjete? Pyeti ai me një ton që nuk tregohej nëse ishte falënderues apo akuzues. Poshtë radiatorit. Askush nuk e pa. Mendoj që mund t'ju ketë rënë kur keni hequr pallton. Elira uli syt. S'duhet të na kishit pushuar. Ai e shikoi gjatë, sikur po vlerësonte çdo grim sinqeriteti që dilte nga fjalët e saj. Të tjerëve do ua rikthej vendin, tha ai. Por jo ty Elirës ju ndal fryma. Pse? Pyeti ajo, e shokuar. Ardeni ndërhapi një buzëqeshje të shkurtër, të ftohtë, sepse kam punë për ty.
Pun tjetër, më e rëndësishme, dhe më beson shumë pak njerëz. Ti sa po provove se je ndershme. Elira ngriti kokën ngadalë. Nuk e priste këtë. Dua të më ndihmosh të gjej një sekret, tha ai. Sekret? Elira gati s'po merrte frym. Ai afroi fytyrën drejt saj. Unaza nuk është humbur kot. Ai foli ngadalë, me një zë të ulët. Dyshoj se dikush po përpiqet të më jap një mesazh. Një mesazh nga e kaluara. Dhe kjo ka të bëjë me nënën time. Po unë ç'lidhje kam me këtë? Pyeti Elira e hutuar. Ti s'ke asnjë lidhje. Dhe pikërisht kjo të bën të vlefshme. Ai u drejtua. Çdo njeri i familjes sime ka interesa. Çdo mik i imi ka arsye të më gënjej. Ti je e vetmja që s'ka që të fitoj nga unë. Kjo të bën të vetmen që mund t'i besoj. Elira e ndjeu stomakun t'i shtrëngohej. Zemra i rahu shpejt. Dua që të bëhesh asistente e përkohshme, hetuese e brendshme, si të duash quaje. Ai pa orën. Do paguhesh shumë më tepër se si kamariere. Shumë, por unë s'kam eksperiencë, tha ajo e turbulluar. S'kam nevojë për eksperiencë. Kam nevojë për sy të pastër. Ai e shikoi drejtë në sy. Dhe, Elira, unë besoj tek njerëzit shumë rrallë. Ajo ngriu. Se si e dinte emrin e saj, nuk e kuptoi. Por ai dinte gjithçka. Ishte njeri që informohej mirë. Zgjidh tani, tha ai. Ose pranon këtë ofertë, ose ke derën e hapur dhe nuk takoheshi më kurrë. Elira u ndje sikur po mbytej. Jeta e saj ishte gjithmonë e varur te rastësia, te mbijetesa e ditës. Tani, papritur, kishte mundësinë të hynte në një botë krejt tjetër, një botë të pushtetit, luksit dhe sekreteve që nuk duhej t'i përkiste. Ajo e mori frymën thellë. Nëse kjo do të thotë që stafi kthehet në punë, tha ajo, atëherë po. E pranoj. Ardeni buzëqeshi lehtë, për herë të parë jo në mënyrë të ftohtë. E prisja këtë përgjigje. Ai u largua me hap të shpejt. Elira u mbështet te një shtyllë. Ndjeu krahët i dridheshin. Ajo mendoi se historia mbyllej te Unaza, por aty sapo fillonte. Ditën tjetër, Ardeni e priti në zyrën e tij në katin e fundit të një ndërtese moderne prej xhami. Ishte hera e parë që ajo ishte në një vend kaq luksoz. Ai i dorëzoi një dosje. Këta janë të gjithë anëtarët e familjes sime, tha ai, të gjallët dhe ata që nuk jetojnë më. Dua që ti studiosh. Pse? Për të kuptuar kush mund të më ketë dërguar këtë sinjal. Ajo nisi të shfletonte dosjen. Emra, Fisi Berati, pasuri, konflikte, testamente, fotografira të vjetra. Pastaj ajo pa diçka që e ngriti pesh, një dokument i verdhuar, një fotografi e vjetër e një gruaje. Motra e humbur e amantis Beratit, ende pa u gjetë. Elira ngriti syt. Zoti Berati, tha ajo me zë të ulët, nëna juaj kishte një motër të humbur, ai uli kokën. Herën e parë që duke i vërtet i prekshëm. Po, tha ai, dhe dikush po ma rikujton këtë tani. Elira e kuptoi me njëherë. Unaza nuk ishte thjesht një send i humbur. Ajo ishte një sinjal, një mesazh, një kërcënim, ose një thirrje. Një sekret i thellë familjar po zgjohej. Dhe ajo, një vajzë e thjesht, tani ishte futur në qendër të një historie që s'kishte asnjë lidhje me të, por do të ndikonte gjithë jetën e saj. Elira qëndronte ulur përballë dosjes, ndërsa Ardeni shëtiste me hapa të gjatë në përzyrë. Drita e pasdites hynte nga xhamat e mëdhenj dhe binte mbi tryezën ku ishin hedhur dokumentet. Zëri i qytetit, zhurma e makinave dhe zërat e njerëzve ndiheshin si të largët, sikur ajo zyrte ishte një botë më vete. Dua që të kuptosh një gjë, tha Ardeni më në fund. Ky është një sekret që nuk e din shumë njerëz. As bizneset e mia, as mediat, as partnerët, as kush. Dhe ky fakt që Unaza u zhduk dhe u shfaq sërish tregon që dikush e di. Ai u ul përballë saj. Unë s'kam ndërmend të shpërndaj panik. Thjesht dua ta di kush po luan më nënën time. Elira uli shikimin nga fotografia e vjetër e gruas që dukej pothuajse identike me amantisin, nënën e tij. E njëjta formë fytyrës, e njëjta vështrim i qetë. Vetëm se kjo grua kishte flok më të errët dhe një plak të vogël në vetullën e majt. Çfarë ndodhi me të? Pyeti Elira. Ardeni u mbështet mbrapa. Ishte zhdukur para se të lindja unë, tha ai. Askush nuk e gjeti më. Policia supozoi që ishte arratisur. Kishte ikur jashtë vendit. Por nëna ime nuk besoi kurrë. Ajo e kërkoi. Dhe kur unë isha djali vogël, shpesh e gjeja duke qarë me një fotografi në dorë. Ai heshti për një moment, si të kishte vështirësi ta përmblidhte gjithë atë që e rëndonte. Dhe tani dikush më kthen Unazën e saj, të fshehur në vendin tim. Ai ngriti vetullën. Kjo s'është rastësi. Mendoni që është gjallë? Elira mezi mori guximin ta pyeste. Ardeni nuk foli për disa sekonda. Nuk di çfarë të besoj, por dikush do të na jap një mesazh.
dhe unë dua ta zbuloj. Ai u ngrit në këmbë. Do të fillojmë nga rënjet. Nga lagja hyrja e vjetër, Elira e pa e hutuar. Pse atje? Sepse nëna ime ka jetuar atje, para se të martohej me baban tim. Dhe motra e saj ka jetuar atje. Familja jon vinte nga varfëria, edhe pse tani askush nuk e mendon. Historia jon fillon në ato rrugica. Ai mbylli dosjen. Dhe pse mendon që bleva atë lagje para një muaji? Elira e ndjeu gjakun t'i ftohej. Ju blejta gjithë lagjen. Pëshpëriti ajo, po. Ishte vendimi më i papritur që kam marrë ndonjëherë. Një impuls. Por tani jam i bindur që nuk ishte rastësi. Ai e pa drejt. Aty fshihet diçka. Dhe Unaza u gjet po aty. Pra, po i afrohemi dikujt. Ajo tundi kokën. Dhe unë çfarë duhet të bëj? Ardeni buzëqeshilet. Do të vish me mua. Makina e zezë u ndal para një rruge të ngushtë me shtëpi të vjetra. Ishte e njëjta lagje ku gjendej restoranti Amantis. Por sot, e shikuar për herë të dytë, Elira ndjeu diçka ndryshe në ajër. Një tension të padukshëm, një heshtje që fshinte diçka. Ardeni hapi derën e makinës. Kjo lagje flet, tha ai. Dhe ti do të mësosh shumë shpejt sa e zhurmshme mund të bëhet kur bëhet fjalë për sekretet e vjetra. Elira e ndoqi deri te një ndërtesë vjetër trekatëshe. Këtu ka jetuar nëna ime, tha ai. Kati i dytë. Më pas u zhvendos, por ky vend ka qenë dëshmitar i gjithçkaje. Ai goditi lehtë derën. Një grua e moshuar e hapi, flokë të thinjura, sy të mprehtë dhe një shikim që dukej sikur depërtonte për te lëkurës. Zonja Nora, tha Ardeni. Më mbani mend. Kush nuk të mban mend ty? Tha gruaja, e cila megjithse dukej e ashpër, pati një shkëlqim nostalgjie. Eja brenda, bir. Elira u ndje në siklet nga mënyra si gruaja e moshuar e vështroi. Kush është kjo vajza? Pyeti ajo pa dorashka. Asistentja ime, tha Ardeni. Më ndihmon të gjej disa përgjigje. Ah, përgjigjet, tha Nora duke buzëqeshur hidhur. Përgjigjet shpesh janë më të dhimbshme se pyetjet. Ajo i ftoi brenda. Shtëpia kishte aromë çaji të vjetër, rroba shtëpalara dhe një lloj trishtimi të thellë që dukej se ishte fshehur në çdo qoshe. Po kërkoj diçka që ka të bëjë me nënën time, filloi Ardeni. Me motrën e saj, dora e zonjës Nora u ndal për një moment mbi filxhanin e çajit. Aha, më në fund po vjen edhe ti për këtë temë, tha ajo ngadalë. E Nora, ndërhyri Elira me delikatesë, a mund të na thoni çfarë dini? Gruaja e moshuar ktheu kokën dhe e pa Elirën në sy. Ti, vajz, nuk e di se çfarë po kërkon. Elira ndjeu një therrje në stomak. Por dikush duhet t'ia thotë të vërtetën këtij djali, tha Nora. Ardeni u ul përpara saj, vazhdo. Gruaja mori frym thellë. Motra e nënës tënde nuk është zhdukur rastësisht, Arden. Nuk ka ikur, nuk është rrëmbyer nga ndonjë i panjohur. Nora uli zërin. Ajo iku nga dikush që i donte keq. Nga dikush që sot mban një perandori. Ajri u ngrir. Elira ndjeu kurrizin tim pijej. Po thoni nga babai im, tha Ardeni me zë të ulët. Nora tundi kokën ngadalë. Po, nga ai. Ai ishte një njeri i fuqishëm që nuk pranonte flet rrëmuje në imazhin e tij. Dhe motra e Amantisit, ajo ngriti vetullën. Kishte diçka që nuk duhej ta bënte. Çfarë? Pyeti Elira pa arritur të frenohej. Zonja Nora i afroi të dyve nga një fotografi e vjetër. Në të dukej motra e Amantis, duke përqafuar një burr të ri, të panjohur, dashuri e ndaluar, tha ajo. Ai burr nuk ishte i duhur. Nuk ishte nga familje e mirë. Dhe më e keqja, ajo uli zërin. Ai dinte sekrete për baban tënd. Ardeni u ngrit ngadalë, sikur trupi i tij të ishte bërë prej guri. Ai e mori fotografinë në dorë, e preku me gisht. Diçka brenda tij lëvizi. Lot, zemërim, tronditje. Pra babai im e detyroi të ikte. Pyeti ai, më shumë se kaq, tha Nora. Ajo nuk iku vetëm. Ajo mori me vete diçka që i përkiste familjes suaj. Diçka që babai yt s'do ta falte kur. Çfarë? Tha Ardeni, tashmë i bardh në fytyrë. Nora u përkul pak përpara. Një fëmijë. Dhoma u mbush me një heshtje aq të rëndë sa dukej se muret u afruan. Elira vuri dorën mbi gojë. Ardeni u përkul. Po thoni që unë mund të kem një kushërir diku. Po, tha Nora. Dhe ky person, biri ose bija e motrës së nënës tënde, mund të jetë gjallë. Mund të jetë këtu. Dhe po të kërkon. Ai u mbështet në mur. Kjo s'ka kuptim Unaza, pse Unaza. Nora e shikoi me sy të ngushtë, sepse Unaza ishte e nënës tënde. Dhe e mori me vete motra e saj. Kur iku? Nëse dikush e ka rikthyer, atëherë është dikush i gjakut tënd. Elira ndjeu një dridhje. Sikur gjithë lagja e vjetër, gjithë ajo histori e plasaritur, filloi të merrte formë. Ku është tani motra? Pyeti Elira. Nora uli kokën. Ajo nuk jeton më, Ardeni ngriti syt menjëherë. Je e sigurt? Po. Vdiq vite më parë. Por fëmia, ai fëmijë, mund të jetë gjallë.
Dhe më beso, Arden, ai fëmijë nuk ka jetuar mirë. Nuk ka jetuar si ti. Ka vuajtur. Ka par lagje si kjo. Ka par padrejtësi. Dhe tani, Nora shtoi me një buzëqeshje të ftohtë. Po të kërkon ty Ardenit i gjithë trupi u dridh. Pse tani? Pyeti ai. Nora ngriti supet. Ndoshta tani ka fuqin. Ndoshta tani ka arsyen. Ose ndoshta tani ka një mesazh për ty, Elira e vështroi. Çfarë mesazhi? Nora buzëqeshi. Kam ardhur ta marr ç'është e imja. Kur u kthye në makinë, Ardeni nuk foli për 5 minuta. Vetëm shtrëngonte timonin. Elira e shikoi me kujdes. A jeni mirë? Ai qeshi hidhur. Jo. Por duhet të jem. Në një farë mënyre, unë që kam jo vetëm viktima, por edhe djali i një fajtori. Jo, nuk jeni përgjegjës për veprimet e babait tuaj, tha ajo but. Ai uli kokën, e di. Por kjo histori më ka ndjekur gjithë jetën dhe unë se kam ditur. Ndoshta është koha të përballoj të kaluarën. Po fëmia, çfarë mendoni? Ati ju ersua fytyra. Mendoj, tha ai, që ky person është këtu. Diku afër, diku në lagje, dhe po luan me mua. Po më sfidon, po provon të më marr diçka. Ai u kthye te Elira. Dhe ti do të më ndihmosh ta gjej. Ajo pohoi, do bëj ç'të duhet. Ai e vështroi gjatë, pastaj mori një vendim. Filloi me banorët. Dikush e ka parë, dikush di diçka, dhe ti do flasësh me ta. Jo unë, ty të besojnë më shumë, Elira u zbe. Unë, ti. Sepse je si ata. Je sinqert, e thjesht, nuk i tremb njerëzit. Ai ngriti kokën. Unë i tremb, dhe ata nuk flasin kur jam unë i pranishëm. Elira u ndje prekur nga fjalia. Je si ata, por në të njëjtën kohë e vërtet. Mirë, tha ajo me zë të ulët. Por nga t'ja filloi, Ardeni vështroi nga dritarja, nga shtëpia ku u gjet Unaza, nga restoranti, nga çdo vend ku nëna ime dhe motra e saj kanë qenë dikur, nga çdo njeri që ka jetuar këtu më gjatë se unë jam gjallë. Ai e shikoi me intensitet. Dhe Elira, nëse gjen diçka që të duket e rrezikshme, më thuaj menjëherë. Ajo pohoi, por në sytë e saj kishte një frikë të re. Jo për veten, për historinë ku ishte futur pa dashje. Pas dite, ndërsa po kthehej vetëm në lagje për të filluar kërkimet, Elira dëgjoi një zë pa shpine. Po kërkon kënd, vajz. Ajo u kthye dhe pa një burr rreth të 50-tave, me sy të mprehtë dhe pamje paksa të lodhur. Po kërkoj disa informacione për Unazën, tha ai, duke e prerë. E di, Elira u tremb. Si e dini? Ai buzëqeshi. Këtu gjithçka dihet. Vetëm ju të pasurit mendoni që jetoni në fshehtësi. Ajo ngriti vetullën. Dhe kush jeni ju? Burri hapi derën e një dyqani të vogël. Jam Dritoni. Kam jetuar këtu që kur isha fëmijë. Kam njohur nënën e atij milionerit. Dhe motrën e saj. E kam parë me sytë e mi çfarë ndodhi atë ditë që u zhduk. Elira ndjeu trupin t'i shndërrohej në akull. Dritoni uli zërin. Por nuk do ta thuash nëse Ardeni më kërkon. Pse? Ai e pa drejt në sy. Sepse historia që ai kërkon mund t'i shkatërrojë gjithçka. Atëherë më thoni, ju lutem. U lut Elira, burri pshërtiu dhe e ftoi brenda. E vërteta është kjo. Motra e Amantis nuk iku. Ajo u fsheh, dhe dikush e ndihmoi. Dikush nga këtu, dhe fëmia i saj jeton. Jeton shumë afër, Elira u tremb. Kush? Dritoni e shikoi me një buzëqeshje tinzare. E ke takuar, por nuk e kupton dot. Ajo u mbështet te dera. Kush? Kush është? Ai u përkul drejt saj. Dikush që punoi me ty në Amantis. Gjakut i kungjyra nga fytyra e Elirës. Kush nga stafi? Pyetje e tmerruar. Dritoni qeshi lehtë. E dashur, po e kërkon fare pranë. Dhe ky person e ure në Ardin. E uren aq shumë sa është gati të djeg gjithë qytetin për t'ia kthyer nënës së tij atë që humbi. Elira u ndje si pa frym. Më jep një emër. U lut ajo, Dritoni hapi derën. Jo sot. Sot thjesht dije këtë. Historia sapo ka filluar të marr flak. Dhe Ardeni nuk do ta përballoj dot nëse merr vesh kush është. Elira doli jashtë, e dridhur, duke e ditur se këtë herë rreziku ishte shumë më i afërt se sa e kishte menduar. Dhe dikush nga stafi i restorantit ishte trashëgimtari i fshehur. Dhe ajo tani ishte në mes të dy botëve, fuqisë dhe hakmarrjes. Lagja e vjetër, që dikur kishte qenë e qetë dhe haruar, atë mëngjes u zgjua e mbushur me zhurmë makinerish dhe njerëz të panjohur. Krenaria e të gjithë banorëve, fakti që jetonin në një komunitet të lirë, me qera të ulta dhe fqinjësi të ngrohtë, ishte zhdukur. Në 5 ditë, Mark Dervishi kishte blerë çdo ndërtesë, çdo dyqan, çdo obor të fundit të çatisë së tyre, dhe kishte bërë atë që askush nuk e priste. E kishte shpallur lagje një zonë pune të përkohshme, derisa të zgjidhej çështja e Unazës. Qindra punonjës të tij, tashti pa punë, e ndingur radhitën para shtëpisë së komunitetit, duke protestuar qetazi. Ishin lodhur, të mbushur me turp e nervozizëm.
Ndiheshin të tradhtuar nga njeriu që e kishin shërbyer për vite. Por Marku nuk u shfaq. Jo deri sa të merrte përgjigjet që kërkonte. Dhe ajo përgjigje ishte lidhur me një person të vetëm. Ana, kamarierja e varfër që kishte gjetur unazën. Rreth orës 10 të mëngjesit, dera e lokalit të vjetër ku punonte Ana u hap me një zhurmë të zgjatur dhe të rënd. Marku mbante në dorë një dosje të trash. Fytyra e ishte ftohur dhe syt i dukeshin të lodhur, të skuqur nga mungesa e gjumit. Ai nuk kishte fjetur natën e shkuar, dhe ajo nuk kishte të bënte me hetimet. Kishte të bënte me një letër që kishte gjetur, të shkruar me dorë, e palosur brenda një albumi fotografish që babai i tij kishte fshehur para se të vdiste. Ana ngriti kokën e friksuar, ndërsa fshinte tryezat. "Ke ardhur shumë herët sot," tha ajo me ngurim. "Menduam që s'do vije fare." Marku nuk foli. Vendosi dosjen mbi tavolinë dhe ul përballë saj. "Më gjej unazën, por gjeje edhe diçka tjetër, apo jo?" pyeti ai, zëri i tij më shumë i butë se sa i ashpër. Ana e uli shikimin. "Po, nuk dija si ta të tregoja. Mendova se s'kishte lidhje me mua. Mua më duhej thjesht puna. Unaza nuk ishte e imja. Po letra ishte," tha Marku. Ana ngriti sytë e turbulluar. "Të lutem mos e hap këtu." "Jo para njerëzve." "Jo, e kam lexuar," e ndërpreu ai. Të gjithë Ana u zverdh. Fjalët ju ngjitën në gryk. "Atëherë ti e di," Marku hapi dosjen. Brenda saj kishte 2 letra, një album të vjetër të qarë dhe një dokument me vull notariale. "Ta them unë, apo do ma thuash ti?" pyeti ai i qetë, por me një forcë të frikshme në zë. Ajo u ul. Nuk kishte marrëtisje. Sekreti që ndryshon gjithë historinë. "Babai yt," filloi ajo me zë të ulët, "ka qenë marrëdhënia e fshehur e nënës tënde." Marku nuk lëvizi as çerpikët. Priste. Letra thoshte se nëna jote ka qenë e martuar me një tjetër burr, shumë kohë para se të martohej me baban tënd. Ishte një martesë e reme, e fshehur, e detyruar. Dhe ai burr ishte i mgjysh. Marku shtrëngoi nofullat. Ana vazhdoi. "Ai e kishte njohur nënën tënde vite para se ajo të takonte baban tënd. Ishin të dashuruar. Donin të iknin nga vendi së bashku, por familja e saj e detyroi ta ndërpriste gjithçka. Kështu ajo iku më pas u martua me baban tënd. Dhe unaza që ti kërkoje nuk ishte thjesht një unaz kujtimi. Ishte unaza që gjyshi imi kishte dhënë asaj, kur mendonin të aratiseshin bashk." Marku uli kokën, sikur dikush t'i kishte hequr oksigjenin. "Pse babai im nuk më tregoi?" pyeti ai pas heshtjes së gjatë. Ana hapi albumin. Brend ishte një fotografi e nënës së tij e re, duke qeshur, duke mbajtur në dorë unazën, dhe pranë saj një burr që Marku nuk e njihte. "Ndoshta sepse ajo histori e përndiqte," tha Ana. "Ndoshta mendonte se nëse ti do e dije që nëna jote kishte dashur dik tjetër para se të lindje ti, do e urreje. Ose do e kërkoje të vërtetën dhe s'do e gjeje kur." Marku buzëqeshi me hidhërim. "Dhe tani e gjeta, fal teje. Më vjen keq që u përfshiva," tha Ana. "Por unë vetëm gjetja një unaz. Pastaj gjeta ditarin e gjyshit, që ai e kishte fshehur poshtë shkallëve. Ai e dinte që do vinte kjo ditë. E kishte shkruar, dhe kur unaza të humbas, e vërteta do dal." Marku mori frym thellë. Aty nisi gjithçka. Përballja me të vërtetën Ana mori zemër. "Ti more lagjen pe banorët si pengje, si lojtar në një lojë që vetëm ti e kontrolloje. Por ata ishin pjesë e kësaj historie shumë kohë para se ti të vije. Gjyshi im ka jetuar këtu, e ka dashur këtë vend, ka dashur nënën tënde." Dhe unaza u gjet pikërisht këtu jo rastësisht. Marku u ngrit në këmbë. "Më thuaj," pyeti ai me zë të dridhur, "nëna ime e ka dashur vërtet baban tim?" Ana u afrua ngadalë. "Po, shumë, por njerëzit mund të kenë 2 dashuri në jetë, njërin që e humbin dhe tjetrën që e ndërtojnë." Marku uli syt, "Dhe të parën nuk e harrojnë kurrë." Ana e pa me dëmshuri. Të dy ishin pjesë e saj. Ti je pjesë e të dyve. Në atë moment dera u hap me shkelm. Bruno, ish shefi i sigurisë së Markut, hyri i kuq në fytyrë. "Zoti Dervishi, duhet të vini me një herë. Ka protesta, njerëzit po kërkojnë të futen brenda. Po thonë se s'kan ushim, s'kan para, se ju i pushuat pa arsye." Marku e pa Anën. "Ke të drejtë," i tha ai. "Kam bërë një gabim të madh." Vendimi që ndryshoi lagje Marku doli jashtë. Banorët dhe ish punonjësit u mblodhen rreth tij, me zemërim, me frikë, me zhgënjim. Ai ngriti dorën. "Unë ju detyrohem një ndjes," filloi me zë të fortë. "Unaza e nënës sime u gjet, por bashkë me të, u gjet edhe një vërtet që duhet të më kishte bërë njeri më të mirë, e jo njeri më të ashpër." Njerëzit u qetësuan pak. Unë kam blerë këtë lagje me arrogancë. Kisha frikë se po humbisja diçka të shenjtë. Në fakt, kisha humbur veten. Dhe tani do ta rregulloj.
Ai tërhoqi një letër nga xhepi. Sot, zyrtarisht, po u kthej lagjen pronarëve të saj origjinal. Dhe jo vetëm kaq. Të gjithë punonjësit e larguar padrejtësisht do rikthehen në punë. Me rritje page, njerëzit nisën të duartrokasin, por disa ende nuk bindeshin. Dhe pastaj ai tha, dhe kjo nuk është e gjitha. Do të ndërtohet një qendër komunitare në emër të nënës time, dhe ai shikoi anën të një burri të thjeshtë që e ka dashur atë gjithë jetën. Qendra Mira e Petrit, turma Heshti, ishte një ndjes që nuk mund të përshkruhej. Një lloj qetësie që i mbyllte plagët e vjetra. Përballja përfundimtareana doli pranë tij. Këto letra, ky sekret, tha ajo me zë të ulët, nuk kanë ardhur për të thyer. Kanë ardhur për të mësuar se nuk kontrollon dot gjithçka. As hapësirën, as njerëzit, as dashuritë që nuk kanë qenë kurrë të tuat. Marku u afrua dhe i preku dorën. Ndoshta ka ardhur koha të filloj të jetoj jo si biznesmen, por si njeri, ana buzëqeshi. Për herë të parë pas shumë vitesh, ai duke i lirë. Letra e fundit më vonë atë mbrëmje. Pasi turma ishte shpërndar dhe lagja po merrte frymë lehtësisht, Marku hapi edhe një herë albumin. Mes faqeve ra një letër e palosur, me shkrimin e njohur të nënës së tij. Ai që dashuron nuk humbet kurrë. Edhe kur e lë pas, një pjesë e tij mbetet gjallë në dik tjetër. Dhe nëse dikush gjen unazën, gjen edhe të vërtetën. Ai e mbylli albumin me ngadalë. Faleminderit, nën, pëshpëriti. Ana hyri ngadalë brenda dhomës. Je mirë? Pyeti ajo. Marku e shikoi butë, me sy që më në fund nuk kishin asnjë hije. Jam ndoshta për herë të parë në jetë. Dhe ndërsa nata binte mbi lagjen që sapo kishte marrë frymë të re, të dy e kuptuan se kjo histori nuk kishte qenë kurrë për një unaz. Ishte histori e trashëgimisë, e dashurisë së humbur, e dashurisë së re, e ndeshmërisë që vjen nga vendet më të papritura. Dhe dy njerëzve që gjetën njëri tjetrin mes një gënjeshtre të madhe, për të ndërtuar në një të vërtetë të re.